Jemi Republikë Parlamentare dhe kryeministri dhe çdo ministër është i detyruar në bazë të kushtetutës të përgjigjet dhe të japë llogari para njerëzve. Më ngacmoi fjala e zotit Hoti, para se kryeministri të shikojë edhe me shumë kolegë të tjerë deputet ndeshjet nëpër stadiumet luksoze të Italisë dhe të botës, dhe të shikojë ndeshjet e NBA-t, do bënte mirë të shikonte onkologjikun, të shikonte spitalin e pediatrisë të fëmijëve, shikonte gjendjen e mjerueshme ku është Shqipëria. Shqipëria është shumë larg e Europës. Ai onkologjiku i famshëm ku ka jetë njerëzish, që s'ka ilaçe, dhe ku ministri i shëndetësisë ka muaj e muaj nuk denjon, mbase dhe nuk e kupton, unë kam përshtypjen që e kupton, por nuk denjon të vi t'i përgjigjet qytetarëve të vet. Se një njeri që ka një të smurë në Shqipëri, nuk është i smurë vetëm ai, po është e smurë e gjithë familja, se smundja e kancerit është smundja më e kushtueshme. Unë kam pasur përvojë familjare tek onkologjiku, por edhe te pediatriku. Nuk janë të gjithë shqiptarët që i çojnë njerëzit nëpër Vjena, nëpër Parisra, nëpër Anglira. Atje është i gjithë populli shqiptar që e ka zënë një hall i madh. Dhe kur kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari i partisë suaj i hypën avionit dhe shef NBA-n dhe i bëjnë dhurata, është etike dhe morale dhe mos u mërzis. Nuk bëhet demokracia me recitime, me lavdrime. Demokracia është kritik. Ju vujt të gjithëve në rresht, sepse është thënia e famshme e Stalinit se nga ajo parti vini, që thoshte besnikëria është e përkohshme, po frika është e përhershme. Atëherë do ishte pse unë ju quaj zoti Peleshi, me respekt për ju, dhe nuk ju quaj zoti kryetar, sepse kryetari i vendit nuk është dikush që bën mesazhe, pa e drejton kuvendin e Republikës. Dhe ti je kryetar kuvendi është një institucion, është një pozicion shumë i rëndësishëm. Do hyni në histori, kjo është jeta juaj personale, por dhe politike, që drejtojeni këtë parlament siç drejtohet. Ky nuk është oborri i Partisë Socialiste. Dhe ka më bën një gjë përshtypje që nuk është shumë e turpshme edhe për njerëz dhe për publikun, që përjashtohen non-stop vetëm opozitar. Asnjë deputet i pozitës nuk është përjashtuar. Pra nuk mundet që këtu të jenë engjëjt dhe këtë që e kanë djaj. Kjo nuk funksionon në një vend evropian. Faleminderit. Faleminderit, zoti Tedi Blushi.